Lufta tashmë ka hyrë në një impas. Ka një lloj propagande, një lloj thënie kundërthënie midis presidentit amerikan Trump dhe zëvendësve të ndryshëm të shtabit të Iranit, sepse sa del njëri e heqin qafe, del tjetri, po gjithsesi tregon një vazhdimsi linje. Dhe lufta ka hyrë në një impas, flitet për lëvizje diplomatike, mirë po vazhdon, le të themi, shkëmbimi i zjarrit. Cila është situata, cila është perspektiva, çfarë mund të ndodhë? Kam këtu të ftuar zotin Arvend Quko, ekspert sigurie. Zoti Quko, mirëmbrëma, mirëserta. Mirëmbrëma. Atëherë, jemi në një fazë të luftës, në një impas. Si quhet kjo në gjuhën ushtarake, kjo lloj armpushimësor, sepse s'kemi një marrëveshje? Qetësi në front? Nuk ka qetësi në front. Shiko, armpushimi si rregull bëhet kur të dy palët bien dakord. Dhe është hapi i parë i bisedimeve, negociatave për marrëveshje paqe. Deri tash armpushimi është proklamuar të paktën nga ana amerikane, nga presidenti Trump. Kjo tregon për një nevojë për deeskalim nga ana Amerikës. Besoj se është presioni i madh i aleatëve të Amerikës, i jashtëm, nga miqtë e saj, nga aleatët e Azisë, nga aleatët e Gjirit dhe nga aleatët evropianë. Dhe faktori i brendshëm është ka filluar përçarja e lëvizjes MAGA. Janë ndarë në grupime për arsye të objektivit dhe të motivit të luftës. Një pjesë e akuzojnë që Izraeli e ka tërheqë pas vetes Amerikën. Unë mendoj që megjithëse të dy palët nuk kanë interesa në drejtësa paralele, pra i kanë interesa të drejtësa paralele, bashkohen në një pikë, mendoj unë, në ndryshimin e regjimit. Interesi i Izraelit për ndryshimin e regjimit iranian është qartësisht i dukshëm. Ndërsa interesi amerikan, mendoj, nga një analizë që kanë bërë, është synimi për të arritur objektivin strategjik, shkëputjen e Iranit nga aleanca e madhe e Kinës, Rusisë, Iranit dhe Koreas Veriut, ka dhe tjerë që do shohim. Po, nëse do shkëputet Irani nga kjo aleancë, dhe Irani shkëputet nga kjo aleancë vetëm me ndryshim regjimi. Atëherë Kinës do t'i ndërpritet rruga e Gjirit Persik për naftën. Pra Kina mund të dobësohet, pra janë planet afangjata strategjike, besoj unë. Forma që ka zgjedhur Amerika për të arritur këtë objektiv strategjik është forma më e gabuar e mundshme, më e paarritshme. Nuk ndryshohet regjim nga qielli me bomba. Zakonisht çon një ngurtësim të shoqërisë. Çon në një kompaktësim të shoqërisë. Sado e ndarë tjetë i shoqëri, edhe unë nuk besoj që vetë thelbi që e mban në pushtet regjimin iranian është populli pers. Pjesa tjetër e popujve që përbëjnë këtë shtet, e para nuk e kanë fuqinë e madhe, si në popullsi, si në ndikime, si tjerat, përveç azerëve, që azerët janë bashkë me persët. Po që janë dhe pjesa më e madhe, sa gati 15 milion. Po pra, ndërsa pjesa tjetër nuk e ka atë ndikim të madh politik, shoqëror, ekonomik, s'ka as numrat që të bëjnë ndryshim regjimi. Çështja është se nga ana gjeostrategjike, ky objektiv është komplet i paqartë. Ndryshimi regjimi. Ndryshimi regjimit bëhet o nga brenda, me ndihmë të jashtme, ishte rivers. Me inteligjencë, ndihmë të jashtme me inteligjencë. Normal, me inteligjencë. Ky ishte rivers. Unë po bombardoj dhe ju çoheni, po nuk mund të çohen nën bomba. Ka dhënë efektin e kundërt për mua, sepse zbulimi ushtarak amerikanë dhe qoftë dhe izraelit, ndërthurur me
me aftësinë jo plotësisht të bindshme të inteligjencës artificiale, qojnë në goditjen e atij kolegjit të vajzave. Pa i ka bërë impakt shumë të fortë në popullsinë iraniane. Si unë do bashkohem me këta që vrasin fëmijë. Vajza, ka një konotacion akoma më të fortë, pra, ka dhënë efektin e kundërt. Një ekspert amerikan e shpjegon goditjen e kolegjit të vajzave, në atë qytet atje që vranë 170 vajza, e shpjegon me besimin e tepërt të Amerikan, të caktuesve të objektivave që i takon shërbimi i zbulimit të ushtrisë i forcave ajrore tek inteligjenca artificiale. Ata thjesht nuk bën analizë të fortë të objektivave, analizë njerëzore, por ja lanë inteligjencë artificiale. Dhe ajo përcaktoi që ky objekt është objekt të potencial për të mbajtur lëshues raketash. U godit, në fakt, gati 2 kilometrë në tutje ishin 2 objekte që fshiheshin lëshuesit, por ato ishin karrem. Më kupton, ishte çështja e maskimit dhe e mashtrimit. Ato ishin karrem i iranianëve, u bombarduan ato, u bombardua dhe kjo. Dhe kjo pati impakt shumë të madh në shoqërinë iraniane, sepse të gjithë zëdhënësit, të gjithë zëdhënësit mediatik, zëdhënësit qeveritar iranian, në çdo deklaratë të tyre përmendin pikërisht këtë gjë, thonë vrasësit e fëmijëve, përveç se tjerave. Kjo është nga ana gjeostrategjike dhe politike. Vetë Trumpi është i pa qartë në deklaratat që jep, njerë thotë e heqin bombën bërthamore, pastaj këtë, pastaj ndryshimi regjimi, pra objektivat strategjike vetë Amerika i ka fluid, ka të paqarta. Unë mendoj që supozimi i gabuar i strategjisëve amerikanë që ky regjim mund të shkatrohet, të gjunjëzohet me bombardime 4 javore, sepse 4 jave kanë planifikuar që në fillim me bombardime 4 javore, me vrasjen e liderëve në kësa, do të gjunjëzohet. Në fakt, historia e luftrave botërore tregon që me bombardime nga ajri mund të vetë shkatrosh, po objektiva strategjik nuk mund të arrish dot. E ka thënë Zhukovi fatin e luftës së vendos çirkën e ushtarit. Edhe kanë provuar gjitha luftrat, të paktën luftrat moderne. Nga ana operacionale për mua është akoma me rënd. Pse? Është akoma me rënd. Atëherë, ja, shikoni, leva e Arkimedit në të gjithë të konflikte është ajo ngushtica atje. Ajo ngushtica aty është në pjesën më të ngushtë, që është pjesa e drejtimit perëndim-lindje, është 33 km. Në pjesën pak më gjerë është 35 km. Përgatitja asimetrike... Sa ngushtica... Jo, Otranto është 72. Sa gjysma e Otrantos. Dhe përgatitja, përcaktimi i strategjisë asimetrike të Iranit, po jep frutet e veta operative. Më falë, topi 155 mm, sa e ka distancën e goditjes? Topi 155, nuk ka top 155 mm, ka obuz 155 mm. Sa topat që përdoren në Ukrainë, që kërkon në Ukrainë? Ajo, 155 mm, ka një lloj predhe ata që quhet extending range, shkon deri në 47 km. Dhe në 47? Po, kështu që... Po, iranianët kanë kalibrin 152 dhe topin 130 mm. 130 mm ja ka 27 km. Pra mbulon. Pra, ai topi i zakonshëm e mbulon këtë, për të mos thënë që nuk përdorin me topa për këtë çështje. Kanë dhjetra, për të mos thënë qindra, motoskap. Ato që i thoshim ne dikur katës lurus, dhjetra për të mos thënë qindra motoskaf me raketa det që i hedh ania, i hedh ky motoskafi, me rrezet shkurtër.
të konceptuar armët që në fillim vetëm për këtë qëllim operacional, bllokimin e ngushtisës së Hormuzit. Kanë dronë në ujor, kanë mbi 20 ndece. Nuk ja u shkatroi sulmi vala para sulmit? Sulmi amerikan shkatroi vetëm korvertat, 7 korverta të tyre, që ishte flota e madhe mbi ujse. Gjithë pjesën tjetër ata kanë tunele. Pra, asimetria që paracaktoi dhe e ndoqi këtë Irani që 20 vite rresht, po jep rezultat. Nuk mundet dot flota e madhe amerikane të veproj në hapësira kaq të vogla. Se qisoj si të futesh elefantin në këtë studio që kemi ne. Jo, edhe futet po s'ka kur rrotullohet. Jo, po s'rrotullohet, do të shpojnë xhamat që do thyj vetë. Asimetria për sa i përket luftës zyrtare, e cila ka sjell nxjerrjen jashtë luftimit të gjithë bazave amerikane në gjë. Të gjitha bazave amerikane në gjë. Të gjitha bazat amerikane janë goditur. Niveli i shkatrimit nuk e dim sakt, por që janë goditur me raketa. Këtu vinte asimetria e forcave ajrore. Forcat ajrore klasike janë në formën që i ka amerikane, që i ka rusi, që i ka kinezi, që i ka Evropa, në shtetet e mëdha të Evropës. Kjo është forma klasike e forcave ajrore. Pra avion që sigurojnë superioritetin ajror në ajër dhe avion që gjujnë, bombardojnë. Irani ka zgjedhur jo të ndjek rrugën e zhvillimit të aviacionit, se nuk e ndjek dot Amerikën dhe Izraelin. Zgjodhi asimetrinë e raketave. Si nuk i ka mundësi nuk i ka shitur Rusi avion? Kujt, ja ka shitur. Një O-24, O-36, Su-35, ata i kanë paguar, kanë stërvitur dhe pilotët në Rusi, por nuk i kanë ardhur akoma Su-35. Po gjithsesi dhe Su-35 nuk mund të... Janë pak për para gjitha saj. E para janë pak, e dyta nuk mund të bëj përballje me F-35-ën. Stiltin që kanë Amerikanët dhe Izraelitët. Forma asimetrike e zhvillimit të raketave po jep rezultate. Rezultate që kanë qenë të paparashikuara. Ata e kanë nënvlerësuar këtë formë lufte të Iranit. E kanë nënvlerësuar dhe Izraeli, sepse Izraeli nga që ka ngritur mbrojtjen më të mirë kundërore të botës, Iron Dome. Janë tre. Iron Dome i vogli. Ka menduar që nuk do të qahet. Në fakt, vepron ligji që si fizikës, si ligj shoqëror, që sasia është edhe cilësi. Po, nga 100 raketa që hedh Irani, në rastin më të mirë të shkatrohen 70, por 30 raketa. Për Izraelin, që nuk ka nxënësi strategjike. Në pjesën më të ngushtë Izraeli ka 20 km thellësinë shkon. Po. Dhe me 9 milion banor, në fakt dhe Izraeli lufton mjetese ka siç po ta vesh veten sepse tamam 20.000 km2 është Izrael. 20.000, po 20.000, gjysma e cilës është kretira e Negevit. Dhe 9 milion banor jetojnë në 10.000 km. Si me jetu 9 milion banor të ulësira jonë perëndimore? Fiks, të ulësira jonë perëndimore. Do më thëmë, nga Lezhë deri në... Nga Shkodra deri në Vlorë. Nga Shkodra deri në... Edhe deri në Elbasan, ka Tiranë. Kjo është, pra, është një thellësi e papërfillshme strategjike. E cili është problemi më i madh sot. Unë me gjithë metodat ka një lloj censure të jashtëzakonshme, po ka informacion që janë goditur, kanë krijuar probleme? Unë mendoj që shiko, është normale. Informacioni dhe disinformacioni janë pjesë përbërë e luftës së madhe që kryhet. Po unë mendoj që Izraeli është goditur rënd.
është goditur rënd fakti që u goditën të gjitha bazat amerikane në gjirin persik. Tregon që teknologjia e sotme kundër ajrore dhe kundër balistike e ka plotësuar mundësinë e vet teknike. Sepse e ka plotësuar, nuk mund të zhvillohet dot më tepër se kaq. Dhe amerikanët në Katar kanë pasur sistemin THAAD. Në këtë Emiratet e Bashkuara është më i avancuari sot në botë THAAD. Dhe kur erdhi puna nuk ju bëri punë? Nuk mundi dot, sepse mënyra, taktika e përdorimit të këtyre mjeteve asimetrike e zgjuar nga ana e Iranit bëri të mundur që radari kryesor amerikan nuk u godit me raketë balistike, u godit me dronë, me Shahedin. Sepse gjithë dhe ishte shumë i rëndësishëm sepse kontrollon të 4.000 kilometra në thellësi brapa. 5.000, jo, kudo, deri në Ukrainë. Ky jep edhe në Ukrainë të dhanat. Po kjo është e goditje shumë e madhe për teknologjinë amerikane. Me një shahed $20.000. $20.000. U hodhën shumë raketa balistike. Sistemi THAAD godiste ato. Në fakt, Shahedi shkatroi radarin. Nga poshtë derës. Dhe tash një radar që të prodhohet, një radar i tillë që të prodhohet dhe të montohet, do paktën një vit. Nuk ka kohë i vit. Po nuk është se i ka goditur vetëm një, i ka goditur 8 radar. Do të thënë ka pasur një rezultat kundër përgjigja iraniane. Ka pasur një rezultat asimetrik, me mjetet asimetrike që ka përcaktuar që momentin që amerikanët u futën në Afganistan, që në 2001. Ata, iranianët që në 2001, pra 25 vjetë rresht, i kanë hedhur gjithë fondet, gjithë pronësinë e vetë intelektuale e kanë quar në këtë drejtim. Veni, flitej që Irani kishte rreth 200 shtretër dëshimi. Shtretër dëshimi në mos gabojun janë kamion të mëdhenj, paga shumë se trailer. Tel quan. Jo, po edhe për publikun, është sa një trailer, paga shumë i madh, i cili ka raketat, ka dhe aparaturat aty që nga 200 të tillë thuhet Trump pretendon që i ka shkatruar të gjithë, po burime të pavarura thonë sepse këta dalin, lëshojnë raketat dhe futen brenda, apo jo? Shiko, pjesë e luftës... Nuk ke kohë që ti ta identifikosh dhe godash. Taktika që është përcaktuar nga Amerikanët dhe Izraelitët është taktika e tillë, që është shumë e vështirë, shumë e menaxhime, ne të kapim shigjetën që hidhet në ajër dhe shumë më efektive që të gjujmë harkun, të shkatrojmë harkun, që të mos hedh me raketën. Pra të shkatrojnë lëshuesit në tokë. Unë nuk besoj që ja kanë shkatruar të gjitha, unë nuk besoj që ja kanë shkatruar pas gjysmat. A di pse? Unë nisem nga një fakt mediatik. Burimet hapura. Burimet hapura, nuk. Pjesa e medias amerikane dhe izraelite, për efekt të luftës psikologjike, mbar botrore, do të kishin dhënë me saktësi në sytë opinionit ndërkombëtar, do të kishin dhënë me saktësi se sa kanë goditur. Me numra. 5 në Isfahan, 5 në Tabriz, 7 në... Të shoqëruar dhe me video. E di sa kanë thënë deri tash? 11. I kam ndjekur unë. 11. Pra, unë mendoj që 11 i kanë sigurta, pjesën tjetër nuk e kanë sigurta. Se ndryshe do ta kishin dhënë publikisht. Ata iranianët me metodat asimetrike të tyre kanë arritur që t'i hapin të lashet të jashtëzakonshme Amerikës. Shiko, forma klasike e flotave të mëdha është efektive, është shumë e fuqishme, po për hapësirat e mëdha oqeanike, për ngushticat e tilla, flota nuk është efektive.
Bile nga frika e mjeteve asimetrike, e raketave tokë-det, e dronëve ujor, grupi i sulmit i arpërmbajtëses Lincoln është 700, po unë mendoj pak më tepër, 900 kilometrë në thellësi. Ka të dhëna që po i ndihmojnë rusët me informacion satelitor? Jo, kinezët, jo rusët. Informacioni satelitor, GLONASS, rusë nuk është dhe shumë i sakt. Nuk është i plot? Nuk është i plot, nuk është i... Nuk e mbulojnë gjithë hapësirën? Jo, e mbulojnë ata gjithë hapësirën globale. Problemi se numri minimal i satelitëve të këtij sistemi, Global Positioning System, duhet të jetë 36. Që t'japi saksinë se që ka GPS-i 1 metër saksi. Rusët kure reklamoi Putini në 2015 kishin hedhur vetëm 19 satelitë. Okej. Do të thonë është fare kollaj të ngatrosh patosin me ballshin. Apo ja. Ndërsa kinezët ata kanë deklaruar 36 satelitë për sistemin e tyre, po kush e di, sa më tepër aq më të saktë sistemi, sepse halli është kinez, mendoj unë, më tepër se sa rus. Rusët u intereson gjithsesi nga ana strategjike, rusët mbledhin shumë. Nga ana strategjike është çështje tjetër. Unë po flas nga ana operacionale. Rusëve u intereson të testojnë sistemet e tyre kundërore, kundër F-35-s, F-22-shit dhe B-2-shit, të testojnë radarët e tyre, edhe kaq. Kinezëve e kanë interesin shumë më të madh, sepse ju thash, një ndryshim regjimi në Iran nënkupton do jetë regjim miqësor me Amerikën. Dhe ky regjim miqësor do i ndërpresi furnizimet me naftë të Kinës dhe do t'i çojë në drejtim të tjetër. Beni, kalojmë për sa i përket përshkallëzimit të luftës. Kanë deklaruar që Trumpi deklaroi që do godas centralet elektrike, iranianët u përgjigjën atëherë ne do godasim pikat e shkërvizimit të ujit. Mirë po, 80% e ujit që merr Arabia Saudite, Omani, UAE, Katar... Ata nuk ekzistojnë, do shkojnë te Devet, nëse ndodh kjo gjë. Çfarë do bëjnë? Do shkojnë te Devet, te oazë. Se kjo është logjika. Nga ana ekonomike dhe financiare, shtetet e Gjirit e heqim Riyadin, po shtetet nga Kuvajti e deri tek Omani, bazohen, Omani aty, po Emiratet, Katari, Kuvajti, këto bazohen tek dy shtylla e healthjet të tyre, pra e pasurisë së tyre, nafta dhe gazi dhe financat dhe turizmi. Këto të dyja janë të rënditur në mënyrë të mërshme. Nafta dhe gazi në këtë pjesë janë 3.000 anije, cisterna dhe anije tjera që presin, porrin aty dhe nuk kalojnë dot. Nga ana tjetër, turizm s'bëhet më fjalë. Po financat atje nuk ka pse arsye që janë të rënditur ato, se s'ka arsye të rri një banke fuqishme atje në kërcënimin e raketave. Ka një rritje ndërsa shumë... pjesa e goditjes të centraleve elektrike dhe të pikave të shkrypëzimit të ujit, pastaj kjo është përfundimisht këto shtete i... Ka një rritje shumë të madhe në fakt të ikjes së turistëve nga andej dhe vajtjes në Itali, janë rritur çmimet e imobiliarëve. Po nuk shkojnë, më pse do shkojnë atje, është luftë. Është psikologjikisht luftë, sepse me sa dim në Irani ka godit vetëm bazat amerikane dhe hotelet ku janë ushtarët amerikanë. Pjesën tjetër. Një diçka, nëse këto vendet e Gjirit bëhen të gjitha bashkë, gjë shumë e vështirë që të bëhet një koalicion i madh, janë në kërcënim nga pikpamja ushtarake? Ku luftojnë arabët, më thanë. A diti që Arabia Saudite ka gjysmën e aviacionit vetë, e ka blerë dhe e ka në për hangaret pa përdorur.
Se përdor. E di, nuk ja dolën dot me ata milicin Huthi, me shapka, ata I vun përpara. Nuk, shiko, Përpara një 10 vjetësh. rezervat e tyre me interceptor ata I kanë harxhuar tashmë, se ata kanë blerë me qindra raketa Patriot, Thade, tjerë, I kanë harxhuar ata, dhe ata kanë marrë pjesë. Po mirë, sikur të bëhen si ushtri, për ushtri toksore, janë rrezik për Iranin? Jo, nuk janë, jo, absolutisht fare. Absolutisht fare. Po si aviacion dhe si marina? Jo, ma nuk bëhet fjalë për marinën, shiko. Nuk bëhet fjalë. Marina e këtyre vendeve që janë të bllokuara nga gjiri I Hormuzit është lehtësisht e shkatrueshme nga Irani. Është lehtësisht e shkatrueshme. Ai nuk I ka luajtur. Për Iranin po flasim si një superfuqi rajonale. Rajonale, po, me metodën e saj asimetrike. Mund të ketë mira raketa tok-det. Askush se di. Edhe të gjitha I ka tunelizuara. Të gjithë motoskafet që kanë raketa I ka tunelizuara. Të gjitha në ndecet, se kanë ndece, MiG-Z quhen ato, në ndece bregdetare. Janë 200 tonëshe të vogla. Kanë 4 siluro. Të gjitha janë tunel. Dhe nga ato vetëm një ka shkatruar aviacioni Amerikan. Okej, do me thënë nuk janë një rrezik, edhe një aleancë këtyre vendeve megjithëse si popullsi janë shumë të vogla. Shumë vogla sepse vetëm çerekun kanë popullsi tyre, pjesën tjetër e kanë indian dhe bangladesh Po, që punojnë, asnjë prej tyre nuk punon, imagjino të luftojnë. Nuk luftojnë, Jo. Kemi të qartë. Plus që struktura ushtrive arabe, siç lexoja është më tepër një strukturë nepotike që nuk nxit asnjërin të luftojë, asnjë ushtar. Domthonë struktura komanduese janë që Deri tash ata janë bazuar tek siguria amerikane. Kjo është goditja më e madhe gjeostrategjike për Amerikën. Goditja e bazave atje, bazave amerikane, hapi shtegun e dyshimit arab. Ore, ne deri tashti 50 vjet, gjatë 80 vjet, kemi qenë në ombrellën mbrojtëse të Amerikës. Të cilët? E cila rezulton nuk ka kaq shumë e fortë. Ky është hapja e shtegut të dyshimit, është shumë e rrezikshme gjeostrategjikisht për Amerikën. Ndërkohë, ne atë lutem edhe një herë hartën fizike të Iranit. Ndërkohë, është ai ishull I vogël aty, ai është ishull I pika habi nga jepet nafta? Po, çfarë rëndësie ka? Jo, do të bëjmë këtu. Po. Pyetja ime është kjo. Bëhet fjalë për çuarjen e 2500 trupave amerikane që të pushtojnë atë ishull, ndryshon gjë? Jo, nuk ndryshon asgjë. Edhe në qoftë se ata do zbarkojnë atje pa humbje. Pa humbje. Le të marrim opsionin e zbarkimit pa humbje. Pa ata nuk mund të qëndrojnë dot në ishull. Nuk qëndrojnë dot? Po shikoj distancën nga mainlandi, nga toka. Shikoj distancën. Shikoj malet. Sa tunele mund të jenë aty të fshehura raketat, artilleria, dronët. A mund të qëndrojë në ishull të vogël 2500 marines apo 5000 që si ka? A mund të qëndrojnë dot? Nuk mundet dot. Shumë analistë fusharak thonë që është e nevojshme për të përmbysur regjimi, pushteti, një ndërhyrje toksore. Sa ushtarë do të donte? Se është një vend çuditërisht I rrethuar gjithandaj nga malet, ë? Atëherë. Kufiri Verilidor nuk është armiqësor, se është Afganistani dhe Pakistani. Nuk është armiqësor për Iranin. Dhe nuk do lejonin... Po normal, nuk është armiqësor. Në mos miqësor është neutral. Nuk do vinë, ushtria pushtuese nuk mund vinë nga andej. Është kështu, po. Afganistan, Pakistan. Deti Kaspik është miqësor. Sepse ka lidhje direkte me Rusin, shikon? Po. Azerbajxhani nuk është miqësor, por nuk mund të jetë asar miqësor. Po sepse sigurisht lezetuar pak Azerbajxhan një shpërbërje Iranit që të marrë... Po, nuk mund të jetë miqësor, nuk është, por nuk mund të jetë armiqësor. Turqia. Unë nuk besoj që Erdogani do bjerë në kurthin
e planit geostrategjik izraelit. Sepse një luft midis Turqisë, pra edhe Turqisë, për të pushtuar Iranin, do të shkaktonte kaosin më të madh për sa i përket rendit, sigurisë, emigracionit dhe do të cimentonte kauzën kurde për një shtet të pavarur. Si mund të mbajtë Turqia kurdet e vetë, 18 milion kurdet e vetë? Si mund të mbajë? Në një kohë që mund të krijohet një republikë tjetër në veri. Po se në Irak është bërë. Po, rajon autonom. Si mund të mbajë? Dhe unë mendoj që Turqia nuk mundet dot. Atëherë, e vetmja rrugë e ushtrisë toksore është Iraku, shikon fushën? Po. Ajo pjesa fushore. Ajo pjesa fushare e cila 8 vjet luftë aty. Po pra, është bërë 8 vjet luftë, e cila bllokohet nga masivi malor. Direkt mbrapa. Edhe rruga e dytë është barkimi i korpusit të marinsave këtu. Te pjesa jugore. Ja, shiko plazhet. Po. Këtu poshtë. Po fillojnë malet. Por bllokohet përsëri nga masivi malor. Të pretendosh të bësh një operacion desant ajror për tek plateja, shikon fushën mbrapa maleve? Po distanca nga deti, nga forcat që zbarkojnë nga deti, deri tek fusha, e para ka malen mes, e dyta, me sa shikoj unë, du tjetë paktën 100 kilometër. Dhe s'ka lugina. Dhe nuk pa dyshim. Jo, sepse janë paralel me Bregdetin. Kështu që unë mendoj që opsioni i ushtrisë toksore bje poshtë. Ose do të donte miliona ushtarë. Atëherë, unë mendoj që do të donte një grupim, këto dy grupime do të ishin me të paktën 2 milion ushtarë. Dhe të llogarisje një humbje prej 20 deri në 30%. Do të thonë të lësh 600.000. 600.000 ushtarë. Mundet do të ta përballoj administrata, jo e Trumpit, çdo lloj administrate. Mundet do të. S'mundet do të. As administrata kineze nuk. As kinezja nuk mundet ta përballoj. Kështu që dy rrugë ka, për mendimin tim. Rruga e parë është kjo që ka nisur, i ka dhënë shenjat presidenti Trump, e cila në fund fare do të ndryshoj kushtet e negocimit. Dhe kushtet e negocimit, me sa dhe kemi parë, janë shumë të rënda se sa ato që u arrit në bisedimet para datës 28. Ose vazhdimin e bombardimeve intensive amerikane dhe izraelite dhe i për një periudhë tjetër, një mujore, por shumë intensive, të cilat të quhen fitore, edhe të ndërpritet me viktima të mëdha civileve. Padyshim, me shkatrime masive, dhe kjo që të quhet fitore. Nga ana tjetër, Irani do të bëj kundër përgjigjen e vetë dhe do të gjuaj ato që sapo i thatë ju. Pikat e shkripzimit. Ti kthej prapë në beduin ata. Do t'i çoj në Aze. Do të godas përsëri, do të rigodas përsëri gjithë bazat, do të rigodas më thellësi Arabinë Saudite, sepse testi që ai çoi 2 raketa në Diego Garcia është test psikologjik që u ka thënë jo amerikanëve, u ka thënë evropianëve. Sauditëve, ju jeni të shpuar. Sauditët po dhe evropianëve, që raketat e mia vinë deri në Angli. Raketat e mia vinë deri në Diego Garcia. Që deri këtu. Okej, kalojmë çik nga ana tjetër. Pothuajse ja pren kokën regjimit, figurave të para, dolën figurat e dyta. Është shumë interesante ti si ushtarak. Si e shikon këtë lloj strategjie që kanë ndjekur iranianët? Do me thënë komandat e veçanta me pavarësi të tyre. Atëherë,
Një plan strategjik operacional hartohet duke pas parasysh 3 gjëra. E para, kundërshtari, dhe për ata dije që kundërshtari ishte Amerika dhe Izraeli, mundësit e veta, pra mundësit e vetë shtetit, kapacitetet, mundësit, dhe terreni në cilën do ndodhë kjo përplasje. Dhe nisur nga kjo gjë, iranianët nga sipërfaqja shumë e madhe, edhe nga disavantazhi, keni parasysh disavantazhi iranian ka qenë shumë i thellë kur Amerika ishte në Afganistan. Ka qenë shumë i thellë, rrezikun e ka pas dhe nga veriu. Ishte ushtria amerikane. Edhe ka pak vargmale. Po se vjen, shikoje. Vetëm një vargmal, po me shumë lugina. Po pra, shikojeni si është. Dhe ata kanë ndërtuar strategjinë duke qenë në kushtet e inferioritetit madhajror, kanë ndërtuar strategjinë e shpërndarjes së forcave e para, dhe ç'është më e rëndësishmja, nga cila fatkeqësisht vuajmë ne, sepse nuk po shkëputemi akoma dot nga sistemi vjetër sovjetik, ata kanë përcaktuar metodën e drejtimit me mision, që do të thotë kanë dhënë zonën e përgjegjësisë një komandanti apo një komande ushtarake, i kanë dhënë dhe misionin, dhe ajo vepron në mënyrë autonome, pa marrë leje lartë për veprimet që do kryej për në zonën e vetë. Pra nxjerr nga kasaforta zarfin e hapë dhe vazhdon, sepse në kushtet e një konflikti të intensitetit shumë të lartë të egër, Amerikanët kanë mundësin me avionët e 3 centri quhen ata, që të realizojnë jamming të gjithë hapësirë, jo mbase të gjithës, po hapësirës kritike iraniane, sepse një avion i tillë kontrollon dhe bllokon një hapësirë prej 22.000 km2, gati 2 fishë e Shqipërisë një avion i tillë. Pa ta kanë me 10, mund të kenë 30 ose 40 avion të tillë. Dhe komandim kontrolli del jashtë funksionit. Dhe metoda e tyre është metoda e shpërndarjes së forcave. Ata forcë të përqendruar me sa shoh unë kuptoj, kanë vetëm gardën revolucionare të tyre, e cila ka dhe potencialin raketor. Por ndërkohë as e ka ushtria. Nuk e ka ushtria. Ushtria ka armët konvencionale të zakonshme që i ka çdo ushtri tjetër. Garda ka armët asimetrike. Armët asimetrike të gardës, thash, janë raketat, dronët, dhe garda ka flotën e vetë. Flota iraniane e rregullt dhe flota e gardës. Pra ato 7 fregatat, korverta janë, që ju mbytën flotës letare iraniane. Garda revolucionare ka motoskafe dhe shpejt, ka dronët, pra ka metodën asimetrike, e cila po rezulton shumë rezultative në fushë betejë. Bëni, ka edhe një lloj diversionit të Trumpit, a presioni, ju kërkoi europianëve ndihmë. Unë nuk mendoj që Amerika nuk ka kapacitet, ndoshta për ngushtisë nuk e ka. Jo, përsa e përket kapacitetet ajrore, kam fjalën. Po. Apo ju kërkoj ndihmë në flota? Në flota. Çbllokimi me dhunë i ngushtisës së Hormuzit realizohet nga ana teknike, ka vetëm një mënyrë. Ndërkohë që bombardohen bregu Matan masivisht me aviacion, me raketa, për çdo cistern duhet minimalisht një fregat. Cisterna kalon në krahun jugor, pra nga krahu i shteteve të Gjirit, fregata i qëndron nga krahu
verior, ande nga është Irani. Dhe fregata dhe destroyeri i kanë armët dhe mjetet që të shkatrojnë dronët apo raketat që vinë. Mi po, ati janë 3.000 cisterna të ngecura atje. Kostot janë maramënd, sa. Po, mundet do të... Amerika ka gjithsej 52 destroyer. Nga cilët 20 besoj janë operacional, 10 të tjerë janë në riparim, se kanë kohën e riparimit. Po të grumullohet dhe gjithë flota evropiane. Të shkoj atje nuk ka kostën. Të zdali numrat. Dhe ka rrezik të jashtëzakonshëm. Është 30 kilometër. Është 30 kilometër e gjitha ajo. Po sigur dhe topat që përmendet ti të afroj Irani dhe të gjuj vetëm me predhat zakonshme, me artilleri. Shkatrohen ato fregatat. Se predhës s'ke që bën. Kështu që nuk dhe llogaria. Eskortimit të çdo cisterne me fregat. Prandaj ai e ka menduar, ja kanë thënë ata që e vetmja rrugë që ne tash bllokojmë këtë është të shoqërojmë me fregatat dhe destroyerët tanë cisternat. Kundër përgjigja iraniane ishte shumë e thjeshtë dhe shumë asimetrike, minose. Dhe mbyllet gjithçka. Ne kemi shumë të freskët shkatrimin e 1-2 kryzorëve në anglez. Njeri po, njeri u mbyt, po tjetri u dëmtuara. U dëmtuara, i ku komplet hunda. Bashi. Nga mina. Okej, po ajo i ndërpret edhe Iranit, pastaj... Çfarë i ndërpret? Eksportin. Irani e ka mbjetesme. Mirë, ajo mund të ultima ratio. Irani e ka mbjetesme. Irani besoj se ka rezerva nafte. Jo, për të eksportuar, e kam fjalën për të ardhur në valutë. Irani e ka mbjetes. Irani si mundet të rri Irani inaktiv, kur në brigjit e ti do grumulloheshin 51 luftarake, 50 destroyer. Do më thënë, kjo task force e përbashkët që thua ti nuk ka superqapin që do kryesohet nga Anglia. Nuk është efektive, po vetë Anglia 7 destroyer ka gjithë flota angleze. 7 destroyer. Më përvështypje thoshin Kina ka shumë të tepër. Kina prodhon 3 fishin e sasis që prodhon Amerika. Me të njëjtin sasi, me të njëjtin cilësi? Cilësia provohet në luftë, po me tonazh më të madh. Destroyeri amerikan është Ehrlich Brook. Ishte në shikërgjia diplomatike, si vëndi NATO-s, kam dyshimi që janë cilësorë këta kinezë. Jo, ajo duhet provuar, po destroyeret më të rinj kinezë, tip 55, janë 13.000 tonë. Destroyeri amerikan është 9.000 tonë. Edhe këta prodhojnë, për çdo destroyer amerikan prodhuar, këta prodhojnë 3 kinezët. Prandaj unë nga analiza më del që qëllimi amerikan i ndryshimit të regjimit në Iran nuk është në vetvete ndryshimi i regjimit në Iran, po prerja, heqja e rrugës së naftës kineze dhe shkëputja e një shteti gjigant si Irani nga koalicioni ruso-kinez. Pak vështirë me bomba, ta shkëputë shtetin. Edhe me bomba, jo, vetëm me bomba, jo. Sepse duhet të ndryshosh regjimin. Po nuk pati vrull nga poshtë. Po pra, regjimi po tregohet solid, ky është problemi. Është bashkuar dhe ata që nuk e kanë dashur, dhe ata që nuk e kanë dashur regjimin. Pamjet kompjuterike kanë treguar që kanë identifikuar fytyra që kanë marrë pjesë në protesta kundër regjimit, dhe kanë vajtur në protesta pro. Po, sepse ata po shohin që po goditen populli. Do më thënë, në qoftë se Irani dhe duket sikur s'ka ndonjë... Kjo tregon, më fal, edhe intervyet vogël. Kjo tregon që diktatura teokratike iraniane është funksionale. Pra nuk është një kupole montuar, si nuk për po ka qenë kapilare. Nuk është si diktatura e Sadamit, po është një sistemi të kapilar, i mbështetur mbi ideologjinë fetare dhe... Edhe nacionaliste? Pa dyshim, dhe perandorake,
Dhe vedien perandorake. Dhe vedien perandorake, edhe për çudi, atje bën zgjedhje. Di, bën zgjedhje dhe ka... Dhe nuk është aq fanatik sa që thuhet, se unë kam parë koncerte këngëtarësh iranian që me këngë shumë të bukura. Pra, a kjo lloj diktature rezulton që ka një bazë shoqërore solide, po. E kalon 50%. Normal. Unë mendoj që, sepse e tregojnë zgjedhjet këta, fakti që marrin mbi 50% në zgjedhje, është edhe diçka tjetër. Do me thënë, asnjë diktaturë, pak në thonë sociologët, nuk ekziston dot pa një konsensus popullor. Pra, edhe në këtë rast, aq më tepër në këtë rast, duke qenë se është një diktaturë nacionaliste, ideologjike dhe fetare, është pak si e vështirë të rrëzohej me një të goditur. Po, si mund të... Unë mendoj që ai Komeni një vjetër, 86 vjeçar, e ka bërë me qëllim qëndrimin e vetë në shpinë e tij. Po. Unë këtë mendoj, sepse... Pa ishte në fund të jetës, sepse kishte kancer në prostatë. Në fund të jetës ishte, kështu që ai qëndroi aty me qëllim, me qëllimin e madh për atë që të bashkonte iranianët. Po. Dhe ja arriti. Po. Ja arriti. Padyshim që është një diktaturë e cila kalon në filtr, jo çdo budalla mund të ecë, mund të dalë në krye, sepse ka edhe në zgjedhjet e tyre ajatollave ka një filtr dhe ka një lloj mekanizëm të konsoliduar. Ka mekanizëm konsoliduar. Dhe ka një mekanizëm shumë të sofistikuar zgjedhjesh, me mbikëqyrje, me ndarje pushtetesh, me etj etj. Atëherë jemi përpara alternativës. Regjimi nuk ra, do ta bombardojmë deri sa ta kthejmë në epokën e gurit, po më duket pak e vështirë. E kam provuar këtë, që ka thënë McNamara në kohën e Vietnamit, që do ta kthej Vietnamin në kohën e Neandertalit. Në epokën e Neandertalit, po që hodhën 2 milion ton bomba. Dhe sigur doli llogaria. Po nuk shkeli, kama ushtarit nuk mund të realizohet. Ndërkohë, kapacitetet raketore thamë që nuk janë prekur. Kapacitetet bërthamore? Të Iranit? Uraniumi pasuruar. 400 kg janë ato, mund të fshihen kudo. Po, normal që fshihen kudo. E para kjo. E dyta, një nga pasojat negative të vrasjes të atij plakut, është që në pushtet, me logjik, ne s'mund ta dim sakt, po me logjik, në pushtet erdhi i biri, që përveç motivit shtetëror dhe politik, ka dhe motivin e vet personal, takmarrjes për babajn, për gruan, për vajzën. Se vëra dhe gruaja dhe vajza ati këtij Kamenit të ri. Dhe ai nuk mund të jetë më i butë se jati. Që vranë një njeri i cili kishte lëshuar 2 fatva për ndalimin. Për ndalimin. Dhe askush nuk e pengon. Plus ky është përfaqësuesi, ky përveç se ishte djali i tij, ishte përfaqësuesi i qëndrueshëm i gardës. I kraut më konservator. I kraut më konservator. Dhe askush atë nuk e ndalon që ta heqë atë fatman. Okej. E ti dhe të prodhoj bombën atomike. Në rastin e Iranit, bomba atomike është mjet deterrence. I përparuar, sepse ata kanë deterrence në raketat balistike. Dhe kanë shpenzuar gjithë pasurinë e tyre për të ngritur ato. Një pasje e bombës bërthamore që montohet kollaj në raketat supersonike që ata kanë, bëj atëherë një kërcënim jetik për Izraelin. Po, rezultati konkret, po e çon Iranin në mundësinë e prodhimit të bombës atomike. Ai çmendur i Koreas Veriut, ai jep kollaj fare. S'ka nevojë ta prodhosh. E shtyp apo? Po, pra. Pra, unë shpresoj shumë. Do me thënë, ai Koreas Veriut s'është në gjendje të shkatërrojë Amerikën, po Los Angeles e bën pluhur e hije. E çon raketën deri atje. Jo, unë shpresoj shumë që të gjithë faktorët amerikanë brenda dhe jashtë ta çojnë në deeskalim
Okej, po duket Pavarësisht nga Izraeli. Iranianët ashtë janë bërë dru, në sensin Jo, po ata janë ngurtësuar për sa i përket. po futen, shiko, prandaj u thash që në fillim, që të arrishim anë pushim duhet bind dakord dy palët. Që të arrish një marrëveshje paqe, duhet bind e para dakord, dhe dyta, marrëveshje paqes në kushtet e traktateve ndërkombëtare, që ka ndodhur që nga antikiteti e këtej, në vetë është garancia e mos sulmit, mos përsëritjes së sulmit. Unë, dhe në qoftë se do ndodhë kjo, do ndodhë vetëm me Amerikën, me Izraelin, jo. Izraeli do vazhdoj ta gjuaj, do vazhdoj ta godas, do vazhdoj ta... Do kemi një... Por do jetë gjë shumë e mirë që të rriqet Amerika edhe për interesat tona të ngushta. E qartë. Tonat, të naftës. E qartë. Naftës. E qartë. Zoti Shuko, shumë faleminderit që ishte sot me mua. Faleminderit për ftesën. E faleminderit për këtë bisedë pa ato shtrëngesat që shohim në shtyp zakonisht. Faleminderit dhe juve që na ndoqët, natën e mirë.